Kampionja Luiza Gega dhe trajneri i saj Taulan Stermasi ishin të ftuar në emisionin Rudina. Nga fillimi i lidhjes te propozimi për martesë e deri te planet për dasmën, Gega dhe Stermasi zbulojnë anën e tyre më personale dhe ndajnë për herë të parë detaje që do t'i bëjnë lexuesit të ndjehen më pranë tyre se kur më parë. Rudina Magjistari i pyet: "Është një kombinim i juaj jo vetëm profesional, është folur dhe tashmë dihet që mes jush ka një raport përtej profesionit dhe miqësisë. Çfarë mund të themi në këtë rast, sepse ju e dini që jeni një nga çiftet më të përfolur dhe që ka më shumë kuriozitet?" Luiza thot: "Kjo ka ardhur vonë, ndoshta nga viti 2019, nuk është se e di fiks." Ndërkohë Taulanti përgjigjet: "Ne kemi punuar shumë, kemi qenë një grup shumë i madh, por që të arrish objektivat e mëdha duhet të jesh shumë afër. Sigurisht që përtej pjesës së sportit lidhet edhe pjesa e ndjenjave të secilit. Ka diçka që kombinimi i të dyjave bëri që Luiza në 2 vitet e fundit të kishte rezultate shumë të larta. Nuk ka lidhje me pjesën e medaljes, por më shumë me pjesën e të lidhurit dhe të kuptuarit të gjërave bashkë. Nëse unë si trajner dhe si njëri investohem shumë te partneri, edhe partneri ndoshta ka detyrimin, duket sikur do ta kthej, është një motiv më tepër. Kam dëgjuar Luizën që ka thënë që dua të dalë më mirë edhe prej arsyes time", kanë thënë ndër të tjerat çifti.